Dhe si që tha Misi, pak më përpara, ne do flasim për një nga ditët më të bukura të njeriu, siç është dasma dhe martesa që unë kam përjetuar. U martove o edhe natën e ka vënë në gishtë. Sa bukur është dukur në ditën e tij të dasmës. Kam pasur një nga fustaret më të bukura, sepse than duhet diçka e ngjeshur shumë pas. Jo, atyre bravo u qoftë që të kam përshtatur dhe masën fiks dhe që të nxirrte këtë parakolpin ny. E kisha, më dhënë ai fustani ishte. Kështu që Misi ta zbulojmë të ftuarën që ka qëndruar pas fustanit të bukur të Kostianit. E zbuloj. Jo vetëm pas fustanit ti. Marcela Lati. Marcela mirë se erdhe në WTF. Faleminderit që na e veshe çunin ton. Duhet ta vishje, po shqyr që ja dolëm ta vesh. Përveç Kostianit. Cilën nga vipat të tjerë keni veshur dhe për ty është fustani më i bukur se të ka pëlqyer më shumë ty që i ka qëndruar një personazhi të njohur? Tani çështja është që midis tyre un kam patur dhe shoqe. Edhe të rreq kraba në çik nga shoqet. E Orinda më duket do thot. Një top 3-she. Dgjoj, Orinda po gjitha gocë bukur e gjatë. Po dhe ke Iva që ka një gjatësi mesatare, për shembull Iva Tiça, kur është martuar ka qenë një nuse shumë e bukur për hiret e saj, edhe për moshën që kishte. Pra ishte çdo gjë, të gjithë komponentët ishin siç duhet jenë. Po përsa i përket dasmës më të bukur që ju keni realizuar nga bota e showbizit, mund të piketosh dhe mund të veçosh në një, megjithëse fustanit pas kanë truqe edhe pas kanë halle. E bukur dhe emocion shumë të veçantë dhe me disa kulme unë kam thënë dhe këtu flas objektivisht, pa futur përfshirjen që i kam miqe dhe jam kënaqur shumë në dasmën e tyre që është dasma e Turit dhe Orindës, që tani së shpejti kanë përvjetorin, ka qenë në Korrik. Ai ka qenë një pyll i magjepsur, kanë kaluar gati 9 vite, 9 vite, dhe është një dasëm akoma shumë e pëlqyer dhe shumë e kërkuar. Po për sa i përket shpenzimeve, Marcela, shpenzojnë vipat tan shumë, sa mund kushtoj një dasëm dhe apo e zgjidhin edhe mënyrën e clearingut për ta bërë gjën? Clearingu s'është rasti i mirë. S'është rasti. Jo, ju nuk bëni. Lekët. Buxhetet janë nga më të ndryshmet, njerëzit shpesh i te kalojnë edhe mundësitë që kanë. Me sa zero ka shkuar për shembull një dasëm? 100.000 euro? Edhe më shumë. Edhe 200, 300? Nuk kalojnë gjitha nga Geraldina sigurisht, po dua të them që në total shpenzimi i një dasme mund i ka kaluar ndonjëherë edhe 300.000 euro, kur janë 600 ftuar në një vend të ngritur nga hiçi. Shifra e frikshme. Shifra e vërtet të frikshme. Po ato shkojnë në raport me me ato që kërkojnë. Keni pasur një kështu kërkesa të çuditshme në organizimin e eventit ose që ceremoninë ose datën? Çka ka qenë ndonjë? Çka ka qenë një gjë që ka qenë kështu që o vlla, po ti ku shkoni herë dalë se. Dgjoj, kërkesat janë gjithmonë. Në sillni hënën tokë. Sepse ëndrat janë pa para. Dhe çiftet fillojnë të ëndërrojnë. Shohin çfarë nuk shohin, sidomos tani me rrjetin një herë rrjeti. Që shohin kështu. Tani me AI, TikTok-u bën vetë. Po vinë me AI, mendojnë që janë reale, ndërkohë që ato janë surreale në fakt. Ose për shembull shohin dasma të bëra nëpër dasmat libaneze që i kanë shpenzimet jashtëzakonisht të mëdha. Ajo një dasëm që mund të ketë kërkuar, mund të ketë kushtuar rreth 700.000 euro për shembull, me një sy të shpejtë që ti arrin të përcaktosh buxhetin. Edhe vjen të thotë që unë 7.000 euro kam, po dua një gjë. Dua si kjo, ma bëj si kjo. Po një vip tek Anjosi, i cili ka qenë shumë kështu, jo po e du këtë, jo po se di çfarë ngjyre i dua lulet, jo po kështu, jo po kështu, ka qenë shumë detajist dhe keni punuar shumë me të. Në fakt përgjithsisht personazhet publike kanë shumë të qartë se çfarë duan. Ashtu? Dhe nuk janë tek Anjos. Pra më të thjesht, më tek Anjos janë njerëzit e thjesht, po themi në këtë rast? Sepse unë mendoj që personazhet publike janë të mësuar, u ndodhin shumë gjëra. Po besojnë dhe tek ju. Përveç kësaj, pavarësisht, fakti kur vinë janë me dyshimet e hequra, sepse 30 vitet e punës e kanë bërë punën e tyre. Por, kur flasim për teka, më shumë tekat janë në momente e fundit që janë të justifikuar, që kanë të bëjnë me stresin që prevalon atë javën e fundit dasmës, edhe ti justifikon edhe di se si të bësh edhe në çik psikologun, se të ka mësuar puna. Por në pjesën më të madhe të rasteve, unë mendoj që personazhet publik janë ata që janë më komodët. Flasim pak konkretisht për vipat dhe dasmat që ju keni organizuar, se duam të dim shumë detaje. Kemi këtu disa foto, po nisim me të parën me banën time. Ai sa më të themi, ë? Po patjetër. Bana dhe Eduard Grisha, të cilët u martuan në ceremoni mjaft të fshehtë dhe më pas i publikuan foto. Dhe shumë hermetike, është sot të kësaj dite. Thuhet që Arbana nuk ka lejuar foto të publikohen ose të mbahen telefonat gjatë ceremonisë, është e vërteta? Nuk është kështu. Nuk është se kjo fjala nuk ka lejuar është shumë
Ti e shkruan dhe kush është atje dhe ka rëndësi e respekton zgjedhjen e çiftit. Për sa kohë Dasma ka kameraman, ka fotograf, ti ke gjithë mundësinë për të marrë kujtimet e tua nga ajo dhe nuk mendoj që është një kufizim i madh. Po pse ishte kjo zgjedhje për ta mbajtur Dasmën shumë private dhe larg syrit të publikut? Unë mendoj që pesë ka spekulime, me sa shumë sa portale ka sot, jo të gjithë janë të dashamirës, nuk e di se nuk mund të ta them, por jo të gjithë janë të predispozuar për të nxjerrë lajmin vërtet si është pa interpretime. Vetëm një fustan kishte Arbana apo e ndroi në ceremoni, siç e ndroi në Dasmë, siç e ndroi? Arbana po, kishte një fustan për festën dhe një tjetër për ceremoninë e paradites. Të ndroi sot, mos ta ndroi Arbana. Një Dasmë tjetër shumë e komentuar ishte e Gjensila Myrtezaj dhe Bes Kallakut. Një nga dasmat që bëri buj si me hyrjen e Gjensilës me atë karrocën, me kputucët e Dasmës që u komentua shumë. Gjeti dhe një lokacion shumë interesant për kohën, sepse tani Pallati Brigadave është bërë shumë masiv. Është bërë shumë trend. Ka qenë nga të para që kishte akses. Kush do jetë next pas Pallatit Brigadave? Kështu që çfarë mund të na thuash për Dasmën më të komentuar, një nga Dasmën më të komentuara? Ka qenë Dasma e bukur gjithashtu. Është ndërtuar një platformë gjigante për të ftuarit përpara Pallatit Mbretëror, të themi. Është ka patur shumë lule, atmosferë shumë të mirë, por mbi të gjitha celebrimi dhe ardhja e Gjensilës me karrocë ka qenë një detaj. A ka qenë një dasëm e kushtueshme kjo sepse mbaj mend aso kohë bëri shumë buj? Jo, më shumë se ç'kanë shpenzuar edhe njerëz të tjerë, pra në normale. Një dasëm tjetër është dasma e Alketa Vejsiut. E cila sot duket ka ajo kompaninë e saj, por dikur e keni martuar ju. Si ka qenë dasma e Alketës? Sot e kemi kolege. Ka qenë një dasëm shumë hermetike. Ashtu? Ndër më hermetike që janë bërë deri në atë kohë. Ishte vështirë me gjetë foto. Me këtë çështjen e privatësisë tani jemi mësuar se ka dalë dhe një çik në mod kjo çështje. Është bërë trend. Që nuk duan, po. Kurse atëherë unë mendoj që ka qenë totalisht përzgjedhje e Alketës. Alketa gjithmonë ka mbajtur shumë private jetën e saj. Dhe ja ka dalë dhe me dasmën. Fustanin e nusërisë është dizenjuar dhe prodhuar enkas nga ne. Dhe është Alketa është martuar disa muaj ose një vit pas meje, pas dasmës time. Keni qenë afër. Po, dhe ka bërë thuajse identik fustanin tim të nusërisë, vetëm që unë e kisha të thjeshtë kurse ajo me tantell. Dasma e radhës është Turiani dhe Orinda. Folëm pak më herët, çfarë mund ta thuash në një detaj tjetër rreth kësaj dasme? Turi ka qenë shumë nervoz. Kishte emocione. Ishte kështu për organizimin, donte të ishte çdo gjë. Jo, Turi kishte vetëm një merak, që çdo gjë shkonte për kryer që mos i lëvizte buzëqeshja Orindës. Sa i mirë. Dhe kur kemi bërë test menun, pati dy problematika të vogla gjatë test menus, sa gjëra që nuk i pëlqyen, që Orinda po reagonte dhe pa sytë Orindës kështu dhe më pas tha kur Orinda u largua tha, ajo që unë nuk toleroj është që Orinda të mërzitet. Kështu që ne duhet të impenjohemi maksimalisht që Orinda atë ditë mos i iki buzëqeshja. Marrët vesh që do bëni dhëndër. Mos u uni standardet. Dhe e fundit Armina dhe Shkëlzeni. Armina duket një yll me këtë fustan. Kur nuk është dukur yll Armina. Absolutisht, po në fustanin nusërisë ka një nur tjetër. Vivienne Westwood ka Vivienne Westwood. Si ka shkuar dasma? Absolutisht nuk e diskutoj. Çfarë mund ta tregosh? Ka qenë një dasëm shumë e bukur, ka qenë e thjeshtë në fakt. Po e thjeshtë në llojin e menus, edhe në mënyrën se si është u kujdes që të ishte organizimi. Ka qenë një dasëm shumë e bukur. Marcela, po në të ardhmen tani ka ndonjë VIP që do martohet dhe se dim ne? Mendonjë ka? Tani unë përgjithsisht bëj sikur se mbaj mend. Po jo, mos thjesht na thuaj ka, po jo, mos na thuaj emrat. Do martohet dikush që ne nuk e dim? Brenda këtij viti, po janë fëmijë biznesmenësh, jo shumë me interes për publikun. Po influencera kështu në media, vajza, moderator, vajza për puth. Jo, kemi dëgjuar që kanë kohë që flasin për dasmë, po asgjë në horizont. Kanë ardhur të trokasin akoma. Po Riku na thanë do martoj të ver, Riku korriku, po hyn gushti, asgjë konkrete. Mbase i thon kështu edhe ndonjë për të trezuar pak. Marcela, do doje a ke ndonjë dëshirë ose ëndër, mbase është fjalë e madhe që të martojë ndonjë çift në showbiz të cilët ende nuk janë martuar. Mund të them vetëm që për shkak kur është një gocë shumë e bukur edhe ka vendosur të mos bëhet nuse dhe mos e bëj dasmën, them asa gjuna do kishte qenë nuse shumë e bukur. E ke këtë. Këtë kam për shembull, por
Nuk kam ndonjë gjë konkrete që të them që do kisha dashur që të kisha veshur këtë apo atë personazh. Jo, sepse në mos përdasëm për fejes për ndonjë dalje në sken, për ndonjë mënyrë, na janë takuar rrugët gjithmonë. Marcela, shumë faleminderit që ishe pjesë e World of Keni energji shumë të mirë, e kisha dëgjuar, po sot e provoj. Shumë faleminderit. Durojmë sa më shumë suksese. Sa më shumë dasma. Martofshi to njerëz, martofshi. Faleminderit dhe ju që na ndoqët në këtë episod pa kaotik në fillim, por besoj ta keni shijuar deri në fund. Ishte dilindja jote, normal që ishte kaotike, se Fatos e ka ditëlindjen sot. Fatos, tashi na e ruaj, na e kthe borxhin herë tjetër. Unë nuk harroj kurrë. Ne do të jemi sërish të premten tjetër me një episod shumë special në orën 8. Por ne nuk do të zbulojmë asgjë akoma. Qëndroni me Andale, bëni subscribe, mos humni asnjë nga programet verore që do sjellë Andale. Shihemi të premten. Paqim. Paqim. Andale!